Papa Leoni i 14, përdorimi i urisë si armë, strategji mjekësore që mohon të drejtën e jetës. Papa Leoni 14 ka denoncuar përdorimin e urisë si armë lufte dhe ka quajtur atë një strategji mjekësore që privon njerëzit nga drejta e tyre themelore për jetë, duke u bërë thirrje udhëheqësve botëror të veprojnë me vendosmëri për t'i dhënë fund urisë. Duke folur në selinë e organizatës së ushqimit të bujqësisë të OKB-s në Rom, në ditën botërore të ushqimit në 80 vjetorin e agjencisë, Papa dënoi trendin në rritje të përdorimit të urisë si mjet në konfliktet moderne. Ushqimi nuk duhet të jetë kur armë, tha Papa, duke paremëruar se veprime të tilla u mohojnë burrave, grave dhe fëmijëve të drejtën e tyre më themelore, të drejtën për jetë, raportoi Vatican News, media zyrtare e Selisë së Shenjtë. Duke rikujtuar se Këshilli i Sigurimit të OKB-s më parë ka klasifikuar urinë si krim lufte, ai paremëroi se ky konsensus duket se është zbehur. Është atyre që vdesin nga uria vërtet në ndërgjegjen e njerëzimit. Uria nuk është fati i njerëzimit, por rënja e tij nuk është vetëm një problem që duhet zgjidhur, por dhe një britm që ngrihet në qiell, shtoi Papa. Komentet e Papës vinë në një kohë ku miliona njerëz në zonat e konfliktit, përfshirë Gazën, Ukrainën, Yemenin, rajonin Sahelit, përballen me mungesa akute ushqimore shpesh të qëllimshme. Ai u bëri thirrje qeverive dhe organizatave ndërkombëtare të mbështesin përgjegjësinë morale, të mbrojnë civilët dhe të garantojnë sigurinë ushqimore për të gjithë.